Pra bemi të gjithë barabartë, bemi të gjithë me vlera, të gjithë zëm hapësira, të gjithë, unë këtë mbaj mend këtë që po them, duke u bjerrur vlerat intelektuale, duke u bjerrur ato që ne dëshirojmë për shoqërinë, se ti mund të thuash kështu, që punë e madhe se imitoj një skafist apo një kanabist apo një, se unë e di që adoleshent ruajnë me armë parcelat. Adoleshent ruajnë me armë parcelën natën. E kupton? Tash vion tani Erion çap thua broçkulla tani unë mbarova punë me jetën. E kupton? Mbarova punë me jetën. Dhe janë me fakte këto që po them. Se një adoleshent e përdhunuan se donte lekët, e kupton? Ka ndodhur në adeun ton të dashur. Pra, po flasim për gjëra reale, pra duke u bjerrur gjithë institucionet, duke u bjerrur media, duke u marrë me gjëra bosh, me gjëra pa sens. E kupton? Njerëzve u kryet ideja që gjithë jeta është telenovel turke. Kupton? Do e puthi, do e vrasi, do ndaje, do bë, do vi, do bashkohet. Jeta nuk është kështu. Është degeneruar elita e shoqërisë. Domethënë këtu edhe mediat vënë në qendër të vëmendjes energjetike të tyre, gjithkohës publike. Domethënë këtu edhe mediat tuar prapanit e shoqërisë.